kush do të jetë pas rënies së prodës dhe ndryshimeve të menjëhershme në Policinë e Shtetit, kush do të jetë drejtori i ri i policisë. Është hapur gara për zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit pas shkarkimit i Ilir Prodës. Zonja Lala, kush janë emrat në garë? Dini gjë apo jo? Po janë bërë publik. Janë bërë publik. Sot janë bërë publik, janë 16 emra, për herë të parë kemi edhe 2 gra në 16 apo është i zgjedhur? Është i zgjedhur apo janë 16 që dojnë vërtet? Tani, ju e dini që drejtorin e përgjithshëm policisë së shtetit e zgjedhë Edi Rama. Duke qenë se ishit dhe në iftarin e kryeministit, mund ta kishit pyetur edhe do na jepni ju përgjigje në rastin konkret, megjithatë. Po ti edhe këtë merr vesh kush mbledhen për iftar. Po e vajta mos e të ftojnë në emision. Patjetër, absolutisht. Nuk kam asgjë kundër. Nuk kam asgjë kundër dhe duhet të vit ja përshtypime dhe të bëj transparencë, absolutisht. Dhe duhet, sidomos tani që kanë ngjarje për të diskutuar. Ti vesh kaq shpejt këtë. Po se në një transmetim, në një kronik të pash në një nga pamjet. Kjo ishte, do të më që e mora vesh. Nuk është se... Jo më mirë. Shtu që rastësisht pash edhe disa nga kolegët. Po nuk të regona i tani që... Ne ke ardhë të thua që kanë ambasadat me portin të... Jo, ambasadat kanë 35 vjetë që merren me... Ska pas mundësi me fërkaj. Për te shakaz, zote Rakipi, ju e dini që unë kam qenë një zëj fort kundër Ilir Prodës. Asgjë personale me të, përveç fakti që... S'ka akuzunja? Jo, asgjë personale me të, përveç fakti që Policia Shtetit u shndrua për fat keq një band kriminale. Vjen keq që e them dhe e kam thënë në mënyrë të përsëritur, po koha do më vërtetoj. Okej, jemi okej. Tani, ai është larguar dhe në momentin që dikush bie, nuk besoj se është më arsyeshme të vazhdoj të flas për ato çfarë ka bërë Ilir Proda. I kam thënë gjitha, kështu që nuk besoj, s'dua ta përsëris më veten. Ato që na kanë nxjerrë Sky në atë periudhë, s'ka qenë drejtori Proda, kështu që... Po nuk e thash në atë kontekst. Hajde, jo, po mos vetemi këtu se... Atëherë, në garë janë besoj 14, sepse 2 gratë nuk përmbushin kriteret për faktin në këndvështrimin tim, sepse nuk janë brenda radhëve të policisë. Pse nuk i kanë... Po kanë të drejtën të konkurrojnë. Po kanë thënë vetë gratë, se këtu mund të vej kush doje. Po. Ne mund të shkonim aty. Unë jo, po ju. Por do të skualifikoheshe për shkak se ligji thot duhet t'jesh brenda radhëve të policisë, pra duhet t'jesh aktiv në radhët e policisë. Kështu që kjo është gjëja. Tani në garë ka emra interesant, nuk është se nuk ka emra interesante dhe mendoj që është një garë që nëse do t'jetë një proces i drejtë dhe transparent dhe nëse kryeministri do t'ketë vullnetin për të patur një drejtor që e mbledh Policinë e Shtetit, unë mendoj që aty brenda ka zyrtar policie që e bëjnë Policinë e Shtetit. Kështu që emrat janë publik, fillojnë që nga Neritan Albati, që nga Tonin Vocaj, që nga Lorenz Panganika, Skënder Hitaj, Alfred Qepe Aranit Arapi, Afrim Tafa, Elidon Qela, Gentian Berberi, Gentian Shehaj, është Plum Seferi... Po e da nene të kemi thirë nga thuash kush fitoni, jo në më recitosh gjitha emra. Ta dinte ajo do ishte një iftar me Edi Rama. Dy i diti. Ore, iftar nuk të regona, iftar e di ka për këshu. Tani unë... Afërsisht kë mendon ti për shumë? Po gara mund të ndahet mes 3-4 emrave, ose më saktë do zgjedh ato çfarë unë mendoj që do jenë 5 kryesorët. Do me thënë duke thënë 3-4, unë do të ngushtoj garën dhe do thotë që mund të ketë vërtet garë. Tani, unë mendoj që në këtë grupin e 5-shes do të shkoj Lorenz Panganika, do të shkoj Tonin Vocaj sipas meje, do të shkoj Neritan Albati, do të shkoj Skënder Hita dhe ndoshta Afrim Tafa e Lidon Qela. Këto mendoj unë do të shkojnë te 5-shja. Pastaj pjesa tjetër do jenë më të renditur më poshtë në listë. Këto mendoj unë, ndoshta e kam gabim, shohim se si do vijoj. Po, gjithë ideja është që ne duhet jemi shumë vigjilent për të parë që të ketë transparencë në këtë garë. Sepse policia shtetit duhet të kthehet, policisë shtetit duhet i kthehet dinjiteti. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Rregull thotë që do të ketë garë, po? Jo, këtë radhë nuk është si për radhën e kaluar për para një viti ku nuk ishte garë. Ishte përcaktuar Proda dhe të tjerët ishin thjesht vetëm emra në listë. Dhe këtë dinin të gjithë arsyet pastaj janë... Kur do zjetë si datë këtë një? Ka një gjë e cila është shumë pozitive. Kushto të jetë prej atyre, do jetë më mirë, 10 herë më mirë se ky që iku. Se ky që iku, thotë? Kjo është edhe më i dopti asaj liste... O, jam i sigurt për shumë arsye. Do jetë 10 herë më mirë se ky që iku. E para ka garë, e dyta mendoj që kryeministri këtë radhë prandaj ka garë, është duke u menduar gjatë, asnjë drejtor nuk ka lënë për një kohë gjatë. Menduar gjatë për garën? Jo për garën, për emrat. Nuk është se është i prerë për një nga emrat, edhe mendoj që do mendohet gjatë për ta lënë, për të zgjedhur një kandidaturë të cilin do ta lërë
për shumë kohë në detyrë. Unë mendoj që këtë radhë do të kemi një drejtor policie më shumë konsensual, po teknik, do them. Dhe mendoj që nuk do të jetë një drejtor policie politik të radhë për mendimin tim. Dhe duke patur parasysh emrat që janë në listë, disa prej tyre e plotësojnë këtë kriter. Mendoj do të zgjidhja mes Tonin Vocajt, Lorenz Panganikës, Pelidon Qelës. Një nga këta tre zoti. Mes këtyre tre emrave mendoj duke patur parasysh edhe lëvizjen që... Tanë shko dhe dy tjerë bëj peshen dhe shkom aty me emrat, me sa kuptova do më mendoj që ata tjerët janë më shumë politik. Kështu që unë mes këtyre, mendoj që për shkak edhe të zëvendësimit të ministrit të brendshëm, mendoj që do të kemi një ministër të brendshëm më protagonist këtë herë. Mendoj që drejtori i policisë do të jetë më i dobët në krahasim me ministrin e brendshëm, se deri tani kemi pasur një drejtor policie. Mund të jetë më profesional. Do të kemi pasur një drejtor që vepronte në atë mënyrë që vepronte. Do të thotë që deri tani kemi pasur një drejtor policie shumë më të fortë se ministri. Që një recepcioniste e bëri drejtuese të parë, po thash nuk dua ti hyj me atë diskutimi se është drejtor politik, pra po them, është më i fortë se ministri, këtë po të them. Ka qenë më i fortë se ministri, Ilir Proda ka qenë më i fortë se ministri i brendshëm. Po, dhe u shkarkua për disa Molotov, që në fakt ishte thjesht pretekst për gjithsesi. Unë them që nuk është shkarkuar për Molotovët, gjithsesi. Absolutisht që jo, atë e kupton edhe Bufi, që Ilir Proda nuk iku për Molotovët. Po, sigur thamë që lam. E lam pra tani, nuk... Tani, tani, që ti ben... I kam thënë të gjitha, se mos i kësha thënë, do i kësha thënë dhe fjalinë e fundit këtu. Që nuk ti nuk mund të rishë do të pa thënë, nuk mund të mbash asë një brenda ti për këtë shquesh. Dhe mi të ben me... Pyetja që ngrihet në këtë histori, kam përshtypjen një nga pyetjet mund të jetë që Arkidoni, kompania greke, e cila nga verifikimet që kam bërë edhe në internet, është një kompani serioze, kompania greke, po pse i duhet që të hynte një tender të tillë kaq të madh me një kompani e cila është bie saj dhe është e vendosur në një offshore si Qipro. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe dhe ndoshta duhet ta zgjidhë hetimi, por unë doja të shtoja përveç tenderit për projektimin prej 13 milion eurosh, qeveria ka bërë edhe një kontrat tjetër e cila është sekrete, pasi kështu e parashikon ligji i prokurimit publik, i ndryshuar, është një kontrat e cila është autorizuar autoriteti portual për të negociuar drejt për drejt dhe për të lidhur marrëveshje konsulente me subjektin, është kompania që ka fituar këtë, Royal Holding. Do më thënë, qeveria ka bërë një kontrat për një kompani private dhe është kontrat sekrete, ku kjo kompani do të merret me kriteret që duhet ketë tenderi. Këtu janë disa kontrata dhe prandaj hetimi i prokurisë së posaçme është i mirë dhe është i përshëndetur në këtë rast, pasi janë disa kontrata të cilat duhen hetuar, kontrata e madhe prej 400 milionësh, tenderi projektimit prej 18 milionë, 18.8 milionë eurosh, është dhe kjo kontrata sekrete që nuk dihet se sa është, që i është dhënë kësaj kompanisë dhe që duhet bënte vetëm kriteret për tenderin. Pra Ylli, çfarë ka ndodhur? Është një kompani private, sepse 3 antarët e Komisionit të vlerësimit të ofertave janë të Royal Haskoning dhe 2 janë të Autoritetit Portual Durrës, të cilët do të caktojnë dhe do të përzgjidhin fituesin, duke hequr përgjegjësinë institucionale. Kjo Shtetit. Po, dhe patjetër që është lidhur një kontratë sekrete e cila është me vlerë të hapur dhe po të shohësh atje faturat se sa paguhet në ditë, qoftë edhe zonja që bën pastrimin, janë në vlera shumë të larta. Por nuk është bërë asnjëherë publike. Po pra, pëse është kontratë sekrete? Kjo kontratë nuk është bërë publike. Dhe ne nuk e dimë se sa lekë ka marrë. Kam lexuar dhe prandaj po them që ka vlera shumë të flyera. Mirë po, rregullat në fushën e prokurimit publik nuk lejojnë që kompania që bën projektimin të jetë dhe konsulente në proces vlerësimit tenderi. Pra, edhe ka patur një shkelje.